Banorët dhe përfaqësuesit e softajve dhe fshatrave të tjera përreth thonë se qendra kryesore e mjekësisë familjare në Ferizaj u merr pajisjet e specializuara mjekësore që ishin dhuruar qendrës së mjekësisë familjare në Softaj në kuadër të donacionit të organizatës Qatar Charity të përuruar në vitin 2021. Kryetari i fshatit Fadil Lipovica thotë se në fund të vitit 2024 është marrë një pajisje laboratorike për analiza biokimike, ndërkaq ditëve të fundit pajisja për rentgen të dhëmbëve. Mirëpona nuk po e kuptoj arsyen pse po mirën këtu mjete prej kësaj qendre, kurse se ato janë destinuar si donacion për këtë pjesë. Prandaj nuk kam dorë ta shpreh shqetësimin e banorëve, po dhe timin personal si kryetar fshati, ta dim arsyen se pse po mirën këtë aparatura dhe kjo qendër është duke shkuar drejt mbylljes apo ku është problemi. Edhe Ibrahim Osmani, kryetari i grupit parlamentar të vetëvendosjes në Kuvendin Komunal të Ferizajt, një herë është banor i fshatit të afërt të Rahovic, thotë se ka marrë ankesa nga banorët e fshatrave përreth pas marrjes së pajisjeve specialistike. Shqetësimet e banorëve të kësaj pjese që më kanë drejtuar mua si anëtar të Kuvendit, sidomos Softaj, Pojat, Papaz, Rahovic, Sazdi dhe një pjesë e madhe e Talinës së Maxherve kanë mbetur edhe pa shërbime për shkak se laboratorët janë marrë dhe nuk e dim dhe nuk kemi në dieni se çfarë po ndodh me ta. Lipovica kishte ngritur shqetësimin edhe gjatë raportimit të kryetarit Agim Aliu dhe drejtorëve para qytetarëve në mes të dhjetorit. Drejtori i mirëqenies dhe shëndetësisë Kemal Lemini kishte thënë se në bashkëpunim me donatorët ishte vlerësuar e udhës që të zëvendësojë aparatura donacion me një pajisje më të vogël për nevojat e pacientëve të rrethinës. Kemi marrë konkludim që të bëjmë zëvendësimin e këtij aparati me një aparat tjetër më të vogël për kryer shërbimet, sepse kemi pasur që statistikat na flasin për 6 muaj janë kryer vetëm 83 analiza. Por Lipovicës ende nuk i është mbushur mendja. Në bazë të informacionit që ka marrë në mbrana stafit këta thonë që nuk ka pas material për mi kryer ato analiza. Që drejtoria e shëndetësisë është e obliguar të bjen materialin dhe të funksionojë aparatur. Edhe drejtoresha e qendrës kryesore të mjekësisë familjare Nadire Imeri ka konfirmuar nëpërmjet telefonit se aparatura e analizave biokimike është marrë me pëlqimin e donatorëve dhe se pacientëve të QMF-së Softajve po u ofrohen analizat e nevojshme. Ndërkaq kur është pyetur për aparaturën për rentgen dentar, ka thënë se edhe ashtu ishte jashtë funksionit dhe se të rralla ishin kërkesat e pacientëve për shërbime, por përfaqësuesve të fshatrave nuk u është mbushur mendja.